nga ana tjetër e shohim një Serbi agresive, vazhdimisht kemi informatat nga zyrja jonë në Beograd dhe Institutit për afirmim të marrëdhënieve ndërretnike që rreth Kosovës është dikun 60 deri në 70% të ushtarëve të Serbisë janë dislokuar, domthonë kufirin me Kosovën, dhe e dyta, ajo që këte po don Vučić ta bëj për shkak të problemeve të mëdha të cilat tash muajve në vazhdim do të lindin edhe më fuqishëm me studentët të cilët nuk i kanë ndalë të gjitha ato çështje për të cilat tani 6 muaj po veprojnë në Serbi, dhe një çështje ju kujtohet kur zoti Vučić ishte në Amerikë dhe u kthye si pasojë e asaj që thanë që ai me shëndet nuk ishte mirë. Po, është realisht kështu? Koordinatorja e zyrës tonë e Institutit për afirmimin e marrëdhënieve ndërretnike në Beograd, e cila është një zonjë hebreje, një zonjë aktiviste jashtëzakonshme e shoqërisë civile, e cila e menaxhon zyrën tonë në Beograd, ka ardhur deri te një informat përmes disa kanaleve diplomatike që në rastin kur Vučić ka arrit në Beograd nga Amerika, që nuk e pranoi zoti Trump në atë evenimentin e vet ku ishte dashur të kaloj Vučić, ky tha jam i smur, dhe në bazë të informatave të mjeku i cili e ka shiquar zotin Vučić në spitalin ushtarak të Serbisë, pohohet se zoti Vučić në bazë të disa informatave të cilat po i referohen burimit tonë, është diagnostifikuar me një kancer të nivelit të ulët. Çfarë do thotë kjo? Kjo do të thotë që ky do të provoj tash me siguri që po këtë pja u them ekskluzivisht juve, se unë besoj që ai do të del vet dhe do ta thotë këtë çështje me qëllim që se duke parë që studentët dhe partitë opozitare në Serbi janë duke u fuqizuar shumë, unë konsideroj që ky do të provoj shpëtimin e lëkurës vet edhe në këtë formë. Ndoshta edhe këtu kjo mund të jetë një çështje rrethtina që edhe mjeku është i kyçën këtë punë që është gjitha një lojë, është trillim, e gjitha kjo po thoni, zoti Shaholli. Po në ditët vazhdim ne do të jemi së bashku dhe do të ndajmë të gjitha jena në kërkim të shënimit të mjekut i cili e ka kontrolluar zotin Vučić. Nëse vim deri te ato, do të shohim sa është e vërtet kjo çështje, por kjo mund të përdoret nga Vučić si alibi për ikjen e tij nga Serbia në rast se ndodh ajo që mund të ndodhë në Serbi, të cilën unë nuk e abstrahoj, sepse mundësitë janë shumë reale që në muajt në vazhdim deri në fund të vitit kemi një rëndim të këtij pushteti të këtij nga ana e studentëve të cilët nuk po dorëzohen asesi në Serbi. Pra, ju po thoni, po e përdor sëmundjen si alibi për të thënë që unë po largohem për arsye shëndetësore, jo sepse po më largojnë studentët, duke ditur se është drejt fundit pra pushteti i tij. Dhe në qoftë se është kështu, kush e merr pushtetin? Studentët, aktivistët, se opozita nuk e shikoi shumë të qëndësishme, pak në momentin që flasim atje. Po, unë besoj që është kështu, që Vučić si alibi do ta përdor këtë çështje për të ikur nga Serbia. Kush do ta merr pushtetin në Serbi? Po, natyrisht që kjo lëvizja studentore është jashtëzakonisht e fuqishme. Por ajo që duhet ta themi ne, edhe kjo lëvizje studentore në raport me Kosovën është shumë agresive, nuk ka ndryshim të madh nga politika e Vučićit, domethënë nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, nuk e njeh realitetin e krijuar në Kosovë, përveç që do një realitet krejt të ri në Serbi. E kuptova. Ka teza, shumë janë ata madje që mendojnë se studentët, aktivistët janë duke u përdorur, po instrumentalizohen nga element ndërkombëtar për të përmbysur Aleksandar Vučić. Ju keni informacione në lidhje me këtë? Kjo nuk është duke më fshehur, po është e vërtet që disa shtete perëndimore, siç është Gjermania, që besa edhe Britania e Madhe
në një mas të dukshme, edhe një pjesë, sepse Amerika është e madhe dhe nuk duhet ta shqyrtojmë tash vetëm nëse ka ardhur djali Trump te Vučić dhe këtu përqafimi i Vučićit nga Trump përmes djalit të tij mund ta shpëtoj këtë. Jo, ata kanë ardhur për çështje biznesore, për çështje të interesit strategjik të tyre. Natyrisht që shtetet e Bashkimit Evropian ja kanë bërë me dije disa herë zotit Vučić që ai duhet të tregoj atë që po e tregojnë shtetet e tjera ndaj Rusisë. Dhe këtë nuk e ka për kurrë, përveç asaj është i ngulfatur me korrupsion dhe krime të ndryshme në Serbi, e që besa edhe ndaj disa politikajve në Kosovë, që janë vrarë, domethënë politikajve serb, dhe ndaj formës së veprimit të tij ndaj shtetit tonë. Të gjitha këto elementet të cilat e përmendëm do të jenë dhe janë pjesë e një plani të shteteve perëndimore, të disa shteteve të Bashkimit Evropian, të cilat i kanë ngrit në këmbë studentët në Kosovë, studentët në Serbi, dhe kjo çështje mund të jetë çështje e cila do të shkojë edhe pak, edhe pse Vučić po i përdor disa student të Universitetit të Beogradit, që për shembull nga ata e kanë dhënë një afat, e janë vendosur me tenda aty para zyrës së tij, që nëse nuk ju plotësohen kushtet që ata student shkojnë të mësojnë, t'ju mundësohet mësimi, atëherë do të fillojnë greven e urisë, dhe këto janë forma të Vučićit cilat i përdor, po unë ju them që shumica absolute e studentëve në Serbi janë në një lëvizje e cila tashmë nuk po e mshef konceptin politik, kanë kërkuar zgjedhje, që ti shpall zgjedhjet ky zotniu që po e shohëm tash si presidenti i Serbisë, dhe të gjitha këto janë do të jenë domosdoshmë jashtëzakonisht fuqishme për ramjen e tij, sepse kjo lëvizje studentore i lirë është shumë e fuqishme. Ajo që e kam preng është që kjo lëvizje studentore nuk ka koncept tjetër në raport me Kosovën. Këtu është problemi, por të shpresojmë që në të ardhmen ndoshta edhe do të ketë format pak më liberale ndaj Republikës tonë dhe të shkojmë drejt zgjidhjeve të cilat mund të jenë. Sa i përket Kosovës, do të shohim ditë në vazhdim se si do të jenë, edhe pse unë jam goxha skeptik që do të kemë zgjidhje domthonë do të kemë ndonjë zgjidhje eventuale në parlament apo në qeveri. Zoti Zholli, edhe diçka të fundit. Ju thatë Aleksandar Vučić do të largohet, do të përdorë shëndetin e tij si alibi për diçka të tillë, duke qenë se po e ndjen që është pranë fundit. Në këtë pikë doja t'ju pyes, ai ka frikë se mos ndoshta ndodh ashtu siç parashikojnë shumë brenda dhe jashtë Serbisë, do të asgjësohet, dhe nëse ke informacion natyrshëm, ku do të largohet, nëse do të largohet nga Serbia, ku do të shkojë? Unë e di që kjo që e pohuam të ju do të përdoret tash ai vetë që ja duhet një shqiptar, e tha që unë jam prej kancerit kështu, se e kuptoj filozofinë e tij, por ajo që ky njeri është duke e planifikuar, është me siguri duke planifikuar largimin e tij nga Serbia, që mos ti nënshtrohet asaj mase e cila dëshiron ta asgjësoj nga jeta politike dhe publike, se nuk do të ishte hera e parë që në Serbi vritet një kryeministër apo një president, se këte e kanë bërë edhe më herët. Prandaj ai duke e ditur këtë çështje, do ta përdorë si alibi këtë, dhe unë jam i bindur që ai përveç në Rusi nuk ka, sikurse Asad dhe gruaja Miloševićit edhe shumë të tjerë që kanë shkuar në Rusi, nuk ka vend tjetër ku mund të shkojë. Por ajo që po e them unë është që kjo lëvizje studentore në Serbi duhet ta ndryshoj konceptin ndaj Kosovës, dhe unë besoj që në Kosovë do të lindin ide të reja, më të mira, politikaj ma të guximshëm, dhe këto çështje domthonë ma të guximshëm konceptin që mos kemë politikaj të cilët janë në embargo të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, siç është zoti Kurti. Zoti Zholli, përshëndes, faleminderit shumë, kënaqësi gjithmonë.
Faleminderit Ilir. Mirë, do të shkëputemi për pak minuta publicitet.